Poli, që janë të pavendosur ose që nuk duan këta të vjetër. Po, e kuptova. Në krye të herës më the, pyetjen duhet ta bëjmë çfarë ndodhi me nismën edhe Shqipëria bëhet. Tani, që në fillim kanë bërë deklarata të njëpasnjëshme në studio televizive, por jo vetëm, do të përshtatemi me këtë kod zgjedhor dhe në listat e mbyllura do të fusim familjar, të cilët do të jenë le të themi fiktiv, apo jo, do të riqen nga gara në momentin që. Tani, me aq sa dim ne, babai i Lapajt nuk është se kandidon ose nuk është se, le themi, ka qenë figurë politike, ka mbrojtur betejë në krahët e birit vet, pra nuk ka pasur, le themi, aspirata për të qenë politik, apo jo. Në pamje të parë duket se qëndrimi i Shqipëria Bëhem dhe nismës nuk ka ndryshuar. Janë përshtatur me kodin zgjedhor duke futur kryefamiljarët e tyre dhe kaq. Tani, shqetësimi i zotit Sula është nuk kam garanci që këta emra në listën e mbyllur nuk do t'japin dorëheqjen. Sula. Po. Dot nuk ma dhan ata garanci. Po çfarë garancie do t'jap? Që do të riqen më. Po, ja pra, bëhet fjalë për familjar. Bëhet fjalë për familjar. Ne kuptojmë se si është përshtatur me kodin zgjedhor kjo formulë, apo jo? Unë jam dakord sepse me pislëkun që bën ata në qershor, patjetër duke patur fuqinë e votës, diktaturën e votës, Sali Berisha me Edi Ramën, bën një kod që në fakt nuk gjen njeri, madje edhe vetë Sali Berisha tha gjë. Nuk është e drejt lista e mbyllur, bëri edhe këtë hipokrizi, nuk është drejt lista e mbyllur, po pas fitores sime do ta ndryshojmë dhe këtë. Në fakt kjo ka qenë 2008 dhe e bëjnë keq e më keq sa herë ju jepet mundësia. Dhe gjithë këto forcat e tjera që kërkojnë lista të hapura, që kërkojnë përfaqësim direkt të deputetit nga populli. Ora ti zgjedhin njerëzit, të vend gishtin atje te Poli, te Iliri, te kushdo. Dhe këta janë shumë në rregull që përdorin çdo lloj teknikalitete për të shkallmuar pislëkun që kanë bërë ata. Dhe deri në familjarët, dhe deri këtu nuk jam në rregull. Unë jam në rregull me, prandaj thash, çfarë po ndodh me ata. Unë jam në rregull që të del emri që ke vënë babai, unë s'pata ndonjë surprizë. Shumë mirë, babai njeri i besuar që nesër jep dorëheqjen. Po. Por del dhe e mbron, e sqaron më saktë, sepse ka vënë babai, dhe unë i bëra like. Po. Jo se shtypa gishtin për me veten time, se s'para bëj like këtyre politikave, dhe tani pas 2 ditësh e heq babai. Pse e heq babai? Po mirë, kemi në informacione, Poli, se janë figura cilat do t'jenë në garë, pra nuk do t'japin dorëheqjen te kjo lista e mbyllur, apo flasim? Po jo, ky problem nuk po e shikoj unë te Lulzim Basha, që ka bërë të njëjtën gjë. Te Euroatlantikut. Nuk po e shikoj që del me lista të hapura tek Ali Beaj. Deri tani. Po, për aq kohë sa nuk del dikush si zoti Sula, i cili thotë nuk ka garanci, asgjë nuk ndodh. Këtu fillon dobësia, sepse ti, një parti e re që pretendon dhe je nga të parat që këtë taktik, po e quaj, taktik elektorale për keqëzën, për të shkallëmarrë këta të dy, e ke ditur që 3 muaj para e ke deklaruar. Dhe ti nuk ke besim, nuk gjen dot vetëm Tirana është çik problem se bëhet fjalë për 12. Por në qashjet e tjera janë nga 2-3 maksimumi listat e mbyllura që të riqen. Dhe ti nuk pas ke besim dhe te njerëzit që i vendos atje, ose nuk gjen dot kaq njerëz të besuar, ndoshta pensionista, familjar për t'i vendosur atje, kjo është një dobësi, do të thosha unë. Do të thënë, ti pretendon të marrësh grup parlamentar apo dhe shumë vota dhe të futesh me shumë atje dhe në gjithë Shqipërinë, në gjithë partinë tënde të madhe me mira like dhe me mira views, qindra mira e tjerë me salla që i mbush në Bruksel e deri në Australi e në New York e tjerë dhe ti në gjithë këtë lumë që po paraqitet të madh njerëzish që po të ndjekin ty si të rinj e tjerë jam dakord deri këtu me këtë frymë. Dhe nuk gjen dot në gjithë Shqipërinë 140, 30, i thon 40 e ca, dhe nuk gjen dot 70 veta, 80 veta në gjithë Shqipërinë ty që të jenë njerëz modest, që s'janë as politikan, po qoftë dhe familjar, dhe të cilët janë aty thjesht duke shërbyer, duke të ndihmuar ty që ti të shkallmosh atë ligj të ndyrë që bën ata, domethënë dhe ti të dalësh të mbash premtimin se do dalësh me listë hapur.
Domethënë dhe këtu ka një pikë pyetje. Ka një pikë pyetje, domethënë për mendimin tim se siç ma bëre ti pyetjen, po sikur t'ikin, ata dhe mund t'ikin, por problemi s'është i atyre mund të rinë, s'është i atyre që rinë, problemi është tëndi që ti s'pas ka as kaq fuqi si parti që të përzgjedhësh disa njerëz besnik të kauzës, do të thosha, jo të individëve. Sepse pensionistë, gjyshe e kanë deklaruar përpara. Tani dhe këtë s'kuptoj, kjo tregon dobësi, po e përsëris edhe një herë, domethënë tek një forcë që pretendon të futet fuqishëm. Siç tregon dobësi dhe heqja e babait. Jo, mos e hiq babain, mbroje babain. E vura babain për këtë gjë dhe dole me shumë bukur e shpjegoi. Lafa që babai ore budallëj Bilesan, ore budallënja bënte pa më. Babai atje është për këtë gjë, ne kemi thënë. Po pra. Shumë bukur deri këtu. Po pastaj pas 24 orë